Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova është gati për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në mesnatë është përmbyllur afati për dorëzimin e listave të subjekteve politike me kandidatët e tyre për deputet në garën zgjedhore të 28 dhjetorit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi bëri të ditur se të gjitha subjektet e certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputet. Në garën zgjedhore mes të tjerave marrin pjesë LDK-ja me 110 kandidat, PDK me 110, lista serbe me 33 kandidat, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 110 kandidat, Nisma Social-Demokrate 110 kandidat dhe po ashtu Lëvizja Vetëvendosje. Gjithsej në garën për legjislaturën e 10 në Kosovën e pas luftës janë 1181 kandidat. Rreth 2.076.000 qytetarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi listën e votuesve brenda dhe jashtë vendit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi deklaroi se numri i qytetarëve që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës është rreth 77.000 dhe janë rreth 7.000 votues më shumë se në zgjedhjet lokale të mbajtura më 12 tetor 2025. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 948 qendra votimi. Kryeministri në detyrë i Kosovës shmang përgjegjësinë për mos certifikimin e listës së kandidatëve të listës serbe në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti deklaroi se kjo nuk është çështje e qeverisë. Ajo është çështje e ambasadës amerikane, ajo është çështje e KQZ-s. Unë jam kryeministër i Republikës Kosovës. Deklarata e Kurtit erdhi pas vendosjes së gurthemelit të tribunës lindore në stadiumin Zahir Pajaziti në Podujev. Ambasada gjermane në Kosovë shpreh sërish shqetësimin për mos certifikimin e kandidatëve për deputet të listës serbe. Në reagim thuhet se mos certifikimi dëmton imazhin ndërkombëtar të Kosovës dhe ka ndikim negativ në rrugën drejt integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në të thuhet se zgjedhjet dhe përgatitjet teknike duhet të jenë të lira nga manovrimet e aktorëve politik. Sjellja penguese e disa anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët refuzojnë të verifikojnë listën serbe dhe kandidatët e saj, ndikon negativisht në reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe në rrugën e saj drejt integrimit evropian, thuhet në reagimin e ambasadës gjermane në Prishtinë. Me herë të njëjtin shqetësim ngritet ambasada amerikane në Kosovë. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës premton një qeveri të unitetit nëse kjo forcë politike fiton zgjedhjet e ardhshme të parakohshme parlamentare. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bedri Hamza angazhohet për një qeverisje që vendos qytetarët në qendër të vendimarrjes. Sipas tij, prioritetet kryesore të qeverisjes që synon të udhëheqë janë tejkalimi për çarjeve politike, rritja e pagave dhe përmirësimi i mirëqenies së qytetarëve. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë paralajmëron se nuk do të lejojë fushat partive politike në Gjermani për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit. Duke patur parasysh se kemi një diasporë të madhe të Kosovës në Gjermani, dëshirojmë të kujtojmë të gjithë kandidatëve se si rregull organizimet e fushatës zgjedhore nga zyrtarët e huaj në Gjermani nuk lejohen në periudhën më pak se 3 muaj para zgjedhjeve, thuhet në njoftim. Fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme fillon më 17 dhjetor, do të përfundojë më 27 dhjetor. Ky paralajmërim synon të sigurojë respektimin e procedurave ligjore dhe parimeve të neutralitetit zgjedhor për diasporën kosovare. Kryetari i Komunës Prishtinës Përparim Rama betohet për marrjen zyrtarisht të mandatit të dytë në krye të kryeqytetit të Kosovës. Gjatë fjalimit të tij pas betimit, Rama u zotua se do të ushtrojë detyrat me ndershmëri, besnikëri, panshmëri dhe në pajtim me ligjin. Ju e dini që unë as nuk jam dalë e as nuk do të ndalem para asgjëje kur bëhet fjalë për zhvillimin e kryeqytetit dhe për të drejtat e qytetarëve tonë. Dhe kështu do të vazhdoj edhe në këtë mandat. Për këtë betohem sot. Ai tha se shpreson që 4 vitet e ardhshme do të jenë të karakterizuara nga bashkëpunimi dhe jo nga bllokadat politike. E dim se mandati i kaluar nuk ka qenë ashtu siç e kanë merituar qytetarët. Ka pas blokada të kalkuluara politikisht, vonesa e pengesa dhe prej tyre më shumë të kanë vuajtur qytetarët. Uroj me zemër që në këtë mandat të reflektojmë dhe mos e detyrojmë popullin të dëgjojë diskurse përçarëse, të mos e vendosim qytetin peng të kalkulimeve politike, secili prej nesh jemi të votuar me i shërbyt qytetarëve e jo partive politike. Krahas tij në këtë mbledhje u betua dhe për 51 asamblistë të rinj, prej tyre 15 nga LDK, 12 nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, 5 nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, 4 nga Lidhja për Prishtinën dhe 1 asamblist nga lista Guxo, Partia Social-Demokrate dhe Nisma. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti premton 2 javë para zgjedhjeve rritje të pagës minimale.
Ai njoftoi se nga muaji i ardhshëm paga minimale në Kosovë do të rritet në 425 euro bruto nga 350 që është aktualisht. Kurti ka bërë të ditur se faza e dytë e rritjes do të nisë më 1 korrik 2026, kurse paga minimale do të arrijë në 500 euro. Rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat do të përfitojnë nga kjo rritje. Pagën minimale e gjetëm 130-170 euro të pandryshuar për më shumë se një dekadë dhe brenda një mandati po e rrisim për të tretën herë, shkruan Albin Kurti. Aktualitet. Ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë në Kosovë, Rozeta Ajdari, nuk merr pjesë në seancën e shqyrtimit fillestar në rastin e rezervave të shtetit. Përmes një postimi në profilin e saj zyrtar në rrjetet sociale, ajo deklaroi se në seancën gjyqësore për rastin e rezervave shtetërore nuk shkoi pasi nuk ka pranuar ndonjë thirrje për seancë nga ana e gjykatës. Në momentin që do e pranoj thirrje nga gjykata për seancën e ardhshme do të paraqitem, shkroi ministre Rozeta Ajdari. Kryetari i trupit gjykues Avnisela tha se Ajdarit ishte dërguar ftesa për pjesëmarrje përmes postës, por deri më sot nuk ka marrë përgjigje nëse ajo e ka pranuar ftesën në mënyrë të rregullt. Instituti i Kosovës për Drejtësi në raportin Performanca e drejtësisë në ndjekjen dhe gjykimin e korrupsionit vlerëson se edhe për periudhën 2024-2025 rastet që përfshin zyrtar të profilit të lartë vazhdojnë të mbeten minimale. Sipas raportit bazuar në monitorimin e Institutit Kombëtar për Drejtësi, nga gjysej 444 persona të akuzuar për korrupsion në vitet 2024-2025, vetëm 11 prej tyre janë identifikuar si zyrtar të profilit të lartë, që përbën vetëm 2.47%. Gzim Shala, hulumtuesi i lartë i Institutit Kombëtar për Drejtësi, gjatë paraqitjes së gjetjeve të raportit, tha se nga 11 akuzuarit për korrupsion të profilit të lartë, vetëm 3 prej tyre janë akuzuar duke mbajtur detyrën zyrtare, ndërsa 72.7% e personave të tjerë janë akuzuar vetëm pasi janë larguar nga detyra. Forcimi i bashkëpunimit mes KFOR-it dhe institucioneve të Kosovës me fokus të veçantë në garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në vende në rajon ishin në thelb të takimit ndërmjet komandantit të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, General Major Oskan Ulutash me kryeministrin e Kosovës në detyrë Albin Kurti në Camp Film City në Prishtinë. Me General Ulutash në takim ishte edhe ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonsi dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. KFOR-i mbetet i përkushtuar për të siguruar një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjitha komunitetet në Kosovë dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes në çdo kohë, thuhet njoftimin zyrtar të KFOR-it. Bashkimi Evropian konfirmon se Komisioni ka ndërmarrë hapat e parë drejtheqjes graduale të masave ndaj Kosovës të vendosura në maj 2023. BE ka bërë të ditur se bloku evropian synon të vazhdojë me heqjen e mëtejshme të këtyre masave. Ajo ka mirëpritur dorëzimin e qetë të qeverisjes lokale në 4 komunat veriore dhe ka theksuar se pret që kryetarët e rinj të përfaqësojnë interesat e të gjithë qytetarëve pa dallim. Po ashtu Bashkimi Evropian ka marrë në dieni shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare që pritet të mbahen më 28 dhjetor, duke nënvizuar rëndësinë e një procesi zgjedhor të administruar mirë dhe konkurrues përfshirë certifikimin e partive politike, pjesëmarrjen e tyre dhe akreditimin e mediave nga të gjitha komunitetet. Këshilli i Bashkimit Evropian e përfshiu Kosovën në listën e vendeve të sigurta të origjinës në përpjekje për të përshpejtuar kthimin e emigrantëve, duke bërë më të vështirë për qytetarët nga këto vende të kërkojnë azil në BE. Përveç listës për vendet e sigurta të origjinës, Këshilli arriti pajtueshmëri edhe për konceptin e vendeve të treta të sigurta. Bloku shpreson se këto akte ligjore do ta forcojnë zbatimin praktik të koncepteve kryesore të vendeve të sigurta në listacionin e BE-s për azil, synimi të cilave është të vendosin procedura më të shpejta dhe më efektive azili për ata që nuk duhet të marrin mbrojtje nga Bashkimi Evropian. Së bashku me Kosovën, në listën e vendeve të sigurta të origjinës janë futur dhe Bangladeshi, Kolumbia, Egjipti, India, Maroku dhe Tunizia. Nevoja për forcimin e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri ishte në thelb të takimit të mbajtur në Prishtinë ndërmjet presidentes Vjosa Osmani dhe presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vjosa Osmani nënvizon se biseda është fokusuar në forcimin e bashkëpunimit dhe rëndësinë që Kosova dhe Shqipëria të qëndrojnë gjithmonë pranë njëra tjetrës. Ajo ka shtuar se në prag të festave të fundvitit ka përcjellë urimet më të përzemërta për presidenti Begaj, duke shprehur dëshirën që viti i ardhshëm të sjellë më shumë afërsi, bashkëpunim dhe hapa të suksesshëm drejt integrimit evropian për të dy vendet. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.